Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një mbledhje me deputetët demokrat mesditën e kësaj të mërkure. Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal tek procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe varfërimi i ekonomisë si pasojë e keq qeverisjes së kryeministrit Edi Rama dhe kabinetit të tij qeveritar. E ardhmja në Bashkimin Evropian nuk ka projekt më të shkëlqyer për kombin tonë, për Shqipërinë dhe për kombin, se sa vendosja e Shqipërisë në këtë komunitet, ashtu siç e projektonin rilinasit tanë, zonjë, midis kombeve tjera të Europës. Por ky proces, siç faktohet çdo ditë më shumë, është marrë peng nga një organizatë kriminale që drejton Shqipërinë me kreun e saj të meduzës Edi Ramën. Shqiptarët duhet ta dinë se këta nuk kanë absolutisht asnjë interes për të ardhmen e tyre, përveç se për të ardhmen e vetë dhe parajsen e fëmijëve të tyre me paratë të qytetarëve shqiptarë. Për këta, integrimi evropian është një proces krejtësisht i padëshueshëm, sepse ky proces ka disa rregulla, ligje, standarde që përparson interesat e qytetarëve shqiptar dhe që nuk pranon qeveritarët hajdut, nuk pranon lidhjet me krimin të qeveritarëve. Ky proces kërkon respektimin e lirive dhe drejtave themelore të votës lirë të shqiptarëve, por dhe funksionimin e ekonomisë tregut dhe rregullave të tregut. Berisha vion mëtej duke thënë se opozita ka zgjedhur që të qëndrojë pamposhtur si zëri i ndërgjegjes së këtij kombi që kërkojnë me çdo kusht ta izolojnë, ta poshtërojnë dhe ta largojnë nga rruga e integrimit dhe rimëkëmbjes ekonomike.